zhvendosemi në rrugën përpara se listë së Partisë Demokratike, po flet në këto momente kreu i PD Sali Berisha. Ndjekim. Në guximit qytetarët de facto zotruetin bandit me uniform kriminal me uniform si Bisha, duke menduar se mund t'imposhtin. Ja ju themun atyre që vetë përmbajtja, guximi që në një paqësor i protestuesve është 10 herë në i fuqishëm se banditimi. Paqësor, por dhe njerëz me abstim. Guximtarve, vjetra mira guximtarve, u mjaftojnë pak minuta për t'u dhënë atë që meritoni. Vetë përmbajtjen e tyre mos e mirë dobësi. Vetë përmbajtja e tyre është trimëri dhe guxim. Është vendosmëri për të realizuar qëllimin, për të rëzuar, për të hedhur. Nuk ka një fund, se ju garantoj, se kjo vetë përmbajtje, kjo vendosmëri e jona nuk mund të provokohet dhe provokatorët mund të marrin një mësim që meritojnë. Mirënjohje për ju, mirënjohje për çdo qytetar që erdhë nga të Katëran. Çfarë ju bëna unë mas 35 vjeç që më hodhet gazin sot? Më falni. Këta janë një bandë më konkrete që mund të bëj. Pra, një minutë. Pra, sot barbaria e policisë nuk kursej gazetar. Këta gazetar dhe kameraman u trajtuar në mënyrën më armiqësore nga bandit me uniform. U bën gjithçka që të mos përmbushnin dot detyrën e tyre, misionin e tyre, por i përgëzoj se nuk u ndan për asnjë moment nga detyra dhe misioni, nga paraqitja e çdo akti. Këta bandit që mbrojnë Kërhajdutin, Edi Rama dhe Lubi Ballukun, goditën sot deputetët e opozitës që mbrojnë ligjin dhe kushtetutën. I siguroj e garantoj se dhe mrapa diellit po të shkojnë do gjinën dhe para drejtësisë do dalin. Por sot shqiptarët panë dhe bota pa se si Kryehajduti kombit për të mbrojtur plaçkën e tij dhe për vithet e Lubi Ballukut është i gatshëm t'i verë flakën Shqipërisë. Është i gatshëm ta shkus nga Bashkimi Evropian. Po dhe ne jemi të gatshëm, më të gatshëm se kur
Tu japim atë që meritojnë. Rob Shiu, rob Shqipëria. Në datën 20 shkurt është dita jonë, dita e fitores, nderim të gjithë protestuesve. Fitore, fitore, fitore. Mirë, ndoqëm fjalimin e kreut të Partisë Demokratike fill pas shpërndarjes së protestuesve. Ai ka qëndruar aty pas përfundimit të fjalimit të tij përpara kryeministrisë, është vendosur në selinë e Partisë Demokratike nga ku foli dhe u drejtua qytetarëve me një mesazh që mos të merret për dobësi fakti që ata u shpërndan, por si një formë vetëpërmbajtje e qytetarëve. Ai ka paralajmëruar që do të vijojnë aksionin e tyre opozitar, protestat dhe ka paralajmëruar dhe një protestë tjetër të datës 20 shkurt. Lidhemi sërish me gazetarin Osman Stafa. Osman, në këto momente është bërë mundur tërheqja besoj të gjithë protestuesve. Shohim që kemi vetëm disa makina, qoftë ambulancë, autobot, efektiv policie, por protestuesit tani më është bërë mundur shpërndarja e tyre tërësisht. Po. Atëherë jemi përpara Kuventit të Shqipërisë, është e gjitha një vendngjarje, janë autoritetet tashmë të cilat do të bëjnë këshyrjen e kësaj vendngjarje e më pas do të mbledhin materialet hetimore për t'i referuar më pas në prokurori, pasi janë 10 persona të cilët janë shoqëruar si pjesëmarrës në protestën apo si persona të dyshuar të cilët kanë hedhur mjete piroteknike në drejtim të forcave të rendit, apo për akuzat të tjera të cilat mund të rëndojnë mbi ta. Pra, nga ana tjetër do duhet theksuar se deputeti Bledion Albati është transportuar nga kolegët të tij drejt spitalit të traumës, e po ashtu 10 ose më saktë paktën ajo çfarë kemi marrë si informacion është numri mbi 7 i punonjësve të policisë të cilët janë dëmtuar si pasojë e molotovit i cili u hodh përpara parlamentit. Në fakt, ishte një moment vërtet i rrezikshëm, duke qenë se protestuesit lanë të ndezur, nuk e dim çfarë ka ndodhur, por molotovët janë shpërndar nga fuqia e njërit, shpërndahet tjetri në një distancë të konsiderueshme. Kjo bëri që edhe operatori News 24 Aldo Kashri, i cili ishte duke raportuar në krye të detyrës mbi makinën e raportimit ose mbi makinën e live-it që konsiderohet News 24, rrezikoi realisht duke qenë se flakët përpin makinën e bashkë me ato vetë dhe u deshi ai të hidhej nga automjeti për të ndihmuar më pas nga njerëz të tjerë për të mos rrezikuar djegje të konsiderueshme si kundër kanë mësuar punonjësit e policisë së shtetit. Kujtojmë faktin se vetë data 20 shkurt e përcaktuar nga